Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, rrëfime jete për të ndarë letrën e radhës. Këtë herë dua të ndaloj me një letër shumë të dhimbshme, me një letër shumë të ndjerë, një letër e shkruar nga një vajzë e cila po përjeton vërtet një traumë në jetë. Ka kaluar shumë momente të vështira te burri i saj, ka kaluar shumë dhimbje te bashkëshorti i saj, nuk ka qenë një martesë me dëshirën e saj, ka marrë guximin që të ndahet nga burri, por sot vajzën në fjalë nuk e pranon babain në shtëpi për hatër të mentalitetit, kulturës dhe traditën në të cilën vajza është rritur dhe në familjen ku jeton. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një vajzë me origjinë nga Malësia. Jam rritur në tradita, jam rritur në një kulturë patriarkale, ku vajza ishte turp që të ngre zë, vajza ishte turp që të ndjekën shkollën, vajza ishte turp që të bëhet e zonja vetes, vajza ishte turp që të jetë dikushi. U rrita me këtë frymë. Babai ishte i zot i shtëpisë. Me patjetër e respektoj këtë gjë. Babai ishte ai që pyeteshte dhe babai ishte ai që vendoste për fatin tim, fatin e motrave, por jo të vllaut. Jeta ime nuk ka qenë ndonjë jetë e bukur. Jeta ime nuk ka qenë ndonjë jetë pozitive. Kemi jetuar gjithmonë në presion. Unë nuk e mbaj mend që babi ndonjëherë të ketë ardhur dhe të më ketë përqafuar ashtu siç një prind e përqafon fëmijën sot. Por babai im ishte gjithmonë i tensionuar, ishte gjithmonë me hatërmbetje dhe kishte inate të lëna pezull. Unë u rrita shumë shpejt. Aq shpejt sa që kur ulem edhe mendoj ndonjëherë nuk e mbaj mend fëmijërinë time, por edhe ja bëj vetes pyetjen, a kam patur fëmijëri unë ndonjëherë? I matë mundoheshte që të më fejonte sa më shpejt. Isha vajza më e madhe dhe duheshte patjetër që ta bëj këtë zgjidhjen. Më fejoj me djalin e parë të cilin na e propozuan kushërinë të tanë. Nuk e njihja, nuk më njihte, por si vajzë të ndershme më mori. Me atë jetova 9 vite të plota. Por 9 vite nuk ishin të bukura. 9 vite ishin torturë, ishin rrahje, ishin goditje, ishin xhelozie të mërshme dhe kërcënime se çfarë unë do të heq nëse unë i tregoj timati, nëse unë i tregoj nënës time. Unë isha një grua që duheshte të kujdesem vetëm për prindërit e tij, të mbaj prindërit e tij dhe të mos të ndjeki as edhe një ëndrrën time, të mos të ndjeki as edhe një dëshirën time. Do me thënë, çdo gjë që unë kisha në jetë ishin prindërit e tij dhe të kujdesem për të. Ndërsa ai duheshte të ri tërë natën me femra, duheshte të ri tërë natën nëpër muzika, të mbaj dashnore, të prish lekët dhe unë të vuaja në shtëpi. Kështu durova 9 vite të plota, që në ditën e parë që jam martuar. Se nuk është se fillimet i kemi kaluar bukur dhe marrëdhënia jonë u shkatrua pastaj, jo. Ne problemin e kemi patur që në start. Që në fillim kemi patur luftën me bashkëshortin tim. Për prindërit e tij ishte normale. Burri edhe vjen vonë, burri edhe ri, burri edhe flet kot. Do me thënë ishte shumë okay ishte për ato. Ndërsa, për mua ishte jashtë njerëzores. Si mund të komentohesh te kjo gjë? Do me thënë si mund të shpjegohesh te kjo gjë? Gjithsesi, isha mësuar me fjalën që duhet të durojmë, isha mësuar me fjalën që duhet të sakrifikojmë për familje dhe për shtëpi, dhe këtë gjë po bëja, po sakrifikoja.
Derisa një ditë prej ditësh, vendosa që të largohem nga ky tmerr që mua më kishte kapluar. Nga kjo dhimbje e madhe që mua më kishte rrethuar dhe që askush në fakt nuk mendonte për mua. Pa i treguar askujt, lash një letër. Një letër të cilën e shkruajta me dorën time. Më kishe në dorë, nuk dite që të më mbajsh, më maltretove, më shkatrove, më prishe jetën, më nxive shpirtin. Unë tashmë do t'iki në një rrugë pa kthim. Do të shkoj atje ku as vet nuk e di. 9 vite më maltretove për një fëmijë, po Zoti nuk ta dha. U largova me dinjitet dhe me fytyrë të pastër drejt shtëpisë të babait tim. Por në momentin që unë shkova në shtëpinë e babait ja mora fytyrën në lagje, ja mora fytyrën në zonën ku jetonim, fillova të përflitem nëpër qytet si një vajzë e përdal, një vajzë që ka ndruar burra, një vajzë që nuk është për familje, dhe kjo me thënë të drejtën më vrau shumë, sepse nuk e prisja që im atë dhe nëna ime, pas 9 vitesh duke parë se çfarë unë kam hequr, të ndikoheshin pikërisht nga këto fjalë, të ndikoheshin pikërisht nga këto gjëra, që në të vërtet nuk janë gjëra për të ndikuar. I bëj të plota 2 vite që kam shkatruar krejt marrëdhënien dhe martesën time, dhe familja ime në asnjë mënyrë nuk më pranon dhe nuk bie dakord që unë të jem pjesë e shtëpisë së tyre. Pse? Sepse unë ju a kam marrë fytyrën. Unë dua t'i them 2 fjalë Timati. Babi, mendoj që mua më ke fëmijë të gjakut dhe nuk më ke gjetur në rrugë. Unë për ty jam e shenjtë, unë jam fëmija jote, unë jam gjëja më e bukur që ti e ke në botë. Respektom si dhuratën më të çmuar në jetë dhe mos më shih si gjën më të ftohtë dhe më pa vlerë. Sepse unë e di që ti mua më do vërtet dhe dashuria jote nuk ka nevojë për fjalë. Ti je babi që mua më ke sjellë në jetë, edhe të lutem mos u ndiko nga njerëzit, nga fqinjët, të cilët të flasin për mua dhe të mbushin me fjalë që në të vërtet nuk janë. Hajde ulu fol dhe dëgjo mahallin që e kam dhe do ta kuptosh të vërtetën e madhe.